Joshua ibn Nun ishte një njeri që kishte jetuar në kohën e Musait a.s. dhe ndihmësi i tij thuhet se ka qenë edhe nga të dërguarit e Zotit. Ishte ai djaloshi që udhëtoi me Musain a.s. për ta kërkuar Hidrin a.s. Ngjarje për të cilën flet edhe Kurani në surën Kehf. Kujto, kur Musa i tha djaloshit që shoqëronte, nuk do të pushoj se ecuri, derisa të arrijë në vendin ku takohen dy detet, dhe nëse do të më duhet të udhtoj për shumë kohë. Ky njeri fisnik i Zotit, pas vdekjes së Musait a.s., e mori amanetin e shpjegimit të mesazhit të Zotit për njerëzit. Mes të tjerash, ai kishte për detyrë ta çliroj Kutsin. Ai dëshironte që në ushtrinë e tij të marrin pjesë vetëm ata njerëz, të cilët ia kanë kthyer shtëpinë dynjas dhe për të cilët qëllimi i vetëm është kënaqësia e Allahut dhe lufta në rrugën e tij. Tre kategoritë, të cilëve u ndaloi shkuarja në luftë. Ishin tre kategori të Ben Israilve, të cilëve ai u ndaloi shkuarja në xhihad me të. Atyre që sa ishin martuar, ndërsa ende nuk ishin qëndruar me gratë e tyre vetëm, sepse të tillët me paturim do të pritin të ktheheshin nga xhihadi për të kënaqur me gratë e tyre. Andaj xhihadi i tyre do të ishte për shkak të kënaqësive të kësaj bote. Grupi i dytë, të cilëve u ndaloi pjesëmarrja në xhihad, ishin ata që sapo kishin filluar të ndërtojnë shtëpi, ndërsa ende nuk e kishin përfunduar. Zemrat e tyre do të ishin të lidhura me shtëpitë që i kishin filluar dhe me dëshirën për të kthyer sa më parë për t'i përfunduar. Dhe kategoria e tretë, të cilët nuk kishin mundësi të marrin pjesë në çlirimin e Kutsit, ishin ata që posedonin deve dhe dele, të cilave u ishte afruar koha e pjelljes. Ata gjatë xhihadit gjithmonë do ta kishin ndërmend baktin dhe shtimin e tyre dhe do të kishin dëshirë të madhe që sa më parë të ktheheshin në shtëpi. Për këtë shkak, Joshua ibn Nun vendosi që ushtria e tij të përbëhet nga njerëz të cilët nuk i japin rëndësi kësaj bote të përkohshme, që kështu të fokusohen vetëm tek përleshja, dhe ndërmjet tyre Allahu t'u jap fitoren. Kutsi në atë kohë ishte nga qytetet më të bukura dhe më të populluara me ndërtime dhe kopshte të mrekullueshme, i rrethuar me mure të larta të padepërtueshme. Joshua ibn Nun, pas suksese mbajti në rrethim qytetin për 6 muaj. Mirë po një ditë urdhëroi ushtrinë që të vërsulen dyerve të qytetit dhe të gjithë me zë të thonë tek biret, dhe Allahu do ta jap fitoren. Dhe kështu ndodhi. Kutsi u çlirua pas një rrethimi 6 mujor. Kjo ndodhi ditën e xumë pas ikindis dhe para se të perëndoi dielli. Joshua e luti Allahun e madhëruar të ndaloj perëndimin e diellit, sepse nesër vinte e shtuna, kur e kishin të ndaluar luftën, ndërsa ai dëshironte që para se të perëndoi dielli i ditës së xumë, të çliroj plotësisht Kutsin dhe të vendos autoritetin e tij në të, pa diellin i cili ishte duke perënduar dhe tha: Ti dhe unë jemi krijesa të Allahut, të cilët janë në urdhrat e tij. Zoti im, ndaloj perëndimin e tij. Dhe Allahu i madhërisëm ndaloi perëndimin e diellit, derisa Joshua e çliroi plotësisht Kutsin. Ka thënë Muhamedi a.s. Dielli nuk është ndalur për asnjë njeri tjetër, përveç se për Joshua ibn Nunin, i cili e çliroi Beitul Maqdisin.